Ju përshëndes të nderuar shikues, jemi si gjithnjë në Atlas Njerëzor. Dhe do të flasim sot me zotin Musa Ferunaj, i cili për mbi 4 dekada është profesionist në qëndistari, në punimin e kostumeve popullore, kryesisht të jugut, por jo vetëm. Zoti Musa, unë jam shumë e kënaqur që ti je sot në studion e Blu Televizion. Kënaqësia është e imja, sepse ju shërbeni në një farë mënyre për të rritur fuqinë e punës tonë, duke i bërë një lloj reklame të mëndafsht. Por në fakt, ne nuk i bëjmë reklam, ne në fakt ju themi të gjithve se sa bukur është të punosh me kostumet tona kombëtare. Dhe kjo shkon për te asaj që ju sapo thatë. Atere, zoti Ferunaj, si lindi ky art se qëndisja është artore, zotëria, apo jo? Edhe që përgjithsisht e kanë trashëguar gjinia femërore, ndërsa një burr, një zotëri që për mbi 4 dekada ka qëndisur kostumet popullore. Si erdhi tek ju ky art i qëndisjes? Për të mos folë sa herë janë gërshetuar profesionet e burrave të kanë kaluar te gratë dhe profesionet e grave kanë kaluar te burrave që këto kohët e fundit sikur është tepëruar sa, po të kthehemi tek qëndisja, përse unë zgjodha qëndisjen. Për të qenë i sinqert, unë se kam dash fare qëndisjen. Po dëshira ime ka qenë mekanika. Mekanika dhe doja që të isha një inxhinier mekanik në fakt nga jo rinia ime, po nga fëmijëria ime. Mua në momentin që më vdiq babai, isha pa u futur në shkollën e mesme dhe nuk munda dot që të vija në Vlorë për të vazhduar një gjimnaz, për të vazhduar pastaj më mrapa për inxhinier mekanik. Edhe u futa në Orikum, në shkollën e Orikumit, në shkollën e mesme, bujqësore. Aty edhe një çik ra kujdesi për të qenë unë një nxënës, nuk më shtynin që isha një nxënës i mirë, pra i lëshova mësimet, nga që babai më kishte vdekur, vllai më përkëdhelte në një farë mënyre, dhe e humba cilësinë e mësimit, cilësinë e notave. Isha i prirur matematike dhe fizike dhe vetëm këtu isha ku shkoja pa mësuar. Kështu që nuk munda dot, dola me i mesatare tull dhe lash shkova ushtar, nuk kërkova as shkolla, as gjë, dhe pse ca vështirësi ishin që mund mos e mire dot dhe shkollën. Pas ushtrisë, pse nuk zgjodhe mekanikun? Kur shkova ushtar, dhe e pyeta veten më, po çfarë do bëjun, se ushtria do mbaroj, dhe ju drejtova një mësuesi që më jepte fizik në shkollën e mesme, nëse mund të më ndihmonte të futesha një shkollë nate këtu në Vlorë, që të rrisja cilësinë e notave, që kisha mundësi të kapja këtë. Profesori më përgjigj ftohtë, më njihte shumë mirë, kapacitetet e mia. Unë ngrangonua pak në bisedën time për të qenë të vërtetë, se ishte koha midis pushimit, midis orëve të shkollës. Dhe më tha, çdo gjë do kohën e vet. Futu një profesioni dhe bëhe mirë. Nuk më tha asaj. Atë ku ngeli rroba qepësia. Pse? Sepse ne kishim makinë qepse që nëna qepte për familjarët tanë, edhe për fëmijët, edhe për burrat, edhe për gratë, e familjes. Kishte edhe një sy të peshuar në një farë mënyre. Në dukat, kështu? Në dukat, po në dukat. Dhe unë e ndihmoja për të ndihmuar kur bënim tirqet e burrave, atje më fuste. Se këtë tjera të qëndiste me dorë nëna, po të kostumet i dekoroni me një lloj tirqet, me një lloj leshit të dredhur, i themi ne, të zi, që bënim lulet, edhe i skicojo me një laps, qejf e kisha që ta bëja atë, po jo qejf si punë, qejf si përdorur. Dizenjator. Si dizenjator. Dhe atëherë kisha një lloj afërsie, pra, hyri një dashuri me lajmësi, ti themi. Shumë bukur. Si nga dukati pole. Po, edhe, sa dashuri me lajmësi njësin, edhe njiti kjo punë. Dhe? Kur u ktheva nga ushtria, e fillova si profesion. Sepse në atë kohë, në dukat, mbanin shumë, këtyre që ne u themi kostume popullore sot, mbanin shumë përditshmëri. Në përditshmëri. Dhe kishte burra, në thonjza mistrec,
që nuk të linte televizje po fare. Nuk ta merrte objektin mos e bëje si që donte ai. Cili ishte kostumi i burrave në përditshmëri? Në përditshmëri ishte. Tirqet ishin. Pantallonët e shkurtër të burrave ishin. Këmisha me pala, me të hapur këtu anash, ishte. Me pala? Me pala. Me pala këtu para, sepse është fjala që kur e rrera, gjoksit jeti mbrojtës, ata e mban xhamadanin e hapur. Xhamadani ishte i qëndisur gjithmonë me fijet e leshit i bëni. Kapelja e Dukatit, që ne i themi Dukatit, sepse me kemi nga Dukati, pa atë përdorin shumë në Shqipëri, përdorin këtë lloj kapelje, kapeljen e zezë, e punoja që nga fillesat. Dhe këto ishin pjesë e kostumit, opingat pastaj ata i kishin vetë, dhe këto ishin në përditshmëri. Dhe unë fillova për të nxjerr lek. Pra, jo si në thënë që të bëj, por me qenë se të tjerët nuk e bënin këtë gjë, dhe unë kisha një avantazh që makina mi punonte këto gjëra. Kisha një avantazh që mekanikën e kisha dëshirë dhe futesha në makinë dhe e kolaudoja për gjërat që më duheshin. Dhe gjitha këto gjëra më bën, si thua, një lloj trimi për tu futur. Dhe përveç kësaj ishte kërkesë e tregut dhe ti u përgjigje tregut. Kërkesa e tregut ishte por s'më mjaftonte. Dhe flasim për çfarë vitesh? Flasim për vitet 1983. 83. Por kjo mua nuk më mjaftonte. Sepse s'më nxit, nuk më bënte me lek. Atëherë u futa dhe qëndisja me gjergjef që bëja paja anusesh, paja perde, ishte atëherë mbulesa televizori, bënim të mbuluara me, dhe kam punuar në gjithë gamën. Pra kalova dashur pa dashur në profesionin e gravet. Po deri tani mire kam bërë. Shumë bukur. Musa, si ishte të bëje një pajë nuseje? Nga e filloje e deri ku mbaroje, pra të gjitha ato elementet e pajës? Në kohën që unë kam punuar, që ju e njihni mirë, shumë mirë atë kohë, ishte kur dhe tregu ishte jo i ngarkuar me shumë copa, dhe ishte një copë 170 dhe një copë 270 që ishte poliester, dhe këtu ishte, pra nuk ishte shumë te koloriti, po ishte si thua, te mënyra e qëndisjes ishte bukuria, sepse unë qëndisja të bardhë me të bardhë, me prerje, me grirje, me këto, qëndisja blun me blu. Gjithmonë po flet me makineri, me makinë. Me një makinë dore që unë punoja me gjergje. Pra, komandën që sot makinat e japin, si thua, nëpërmjet çipit të tyre, unë e komandoja me dorë atë që të gjitha ata që e përdorin këtë zhanër e njohin, se si është zhanëri me gjergjefin. Dhe kërkesa ishte, cilat ishin ato që vinë tek unë. Kryesisht çarçafët, perdet dhe mbulesat e tavolinave të ishin, plus edhe në një centro. Këto ishin pika kryesore. Mbaj mend një punë që kam bërë për një mbesën time, që ishte një copë bojqielli, e këndshme, nga jo 270 të asaj kohë, gjithmonë me lekë të vjetra, që për të qëndisur shqepa copë, hoqa fijen dhe qëndisa me copë, me fijen e copës. Me fijen e copës. Dhe është një nga punët që them që s'debi do të më. Është e vështirë. E vështirë, ishte shumë e ngarkuar, sepse kërkon më shumë gjirpëra për milimetri, që të mbushet, si fije copës. Por ka dalë një punë shumë e bukur dhe unë atë se kam mbytur, atë mbesën fakti e ka apo jo, sepse janë sa gjëra që... Kush ishte puna me vështirë? Çarçafi, patjetër, apo mbulesat, apo perdet? Ato ishin në një zhanër. Me e vështira, unë kam punuar perdet me prerje, ishte punë e ngarkuar. Ndërsa nga ana estetike, e kolorit, e ngjyrave që fusnim, me vështirë ka qenë mbulesa e tavolinës, sepse doje të futeshe në guston e përdorusit, e klientit. Ishim të limituar me cilësinë e fijeve, të limituar me ngjyrat e fijeve, dhe kjo ka qenë sepse një punë kur e merr, përpara se të kapësh punën të fut në një lloj trysnie. Mosa, ato të sillnin modele, të sillnin nga revistat, apo ta shpjegonin, apo ti inicoje vetë? Unë kam pas një lloj lapsi për të dizenjuar disa gjëra dhe krijuar disa. Shumica kanë qenë që bëje se filani si ke bërë kështu ose kështu, ose sillën një model, ja të jetë kjo këtu, po mos jetë kjo këtu, dhe të ngjasë në atyre. Ka pasur dhe nga ata, pastaj që të sillnin modelin plotësisht, ka pasur dhe nga ata që donin me se zbën të bëj ajo që kishte ajo në kokë. Në mendje. Po që ishte e vështirë ta zbuloje mendjen tërësisht. Ishte e vështirë ta dizenjoje, jo për ta arritur si cilësi pune, po për ta dizenjuar ishte e vështirë, si, do të thënë,
që të futeshe. Nuk kemi pasur ndonjë konflikt të madh me ndonjë, por jo se i kam bërë gjitha punët të përkryera. Pra, mua klienti më ka rritur. Pajat e nuseve ishin në zonën e Dukatit? Në zonën e Dukatit... Apo kishte dhe hapësirat të tjera? Në zonën e Dukatit duke përfshirë edhe radhimin të Ragjasin, se orikumi Dukatës, nuk i themi do të orikumi të zonën e Dukatit, se orikumi vetë është Dukat, pa mërësi që... është qytes. Po është Dukatit, dhe ne kishim tonën, ata kishin orikumi quajnë tanët dhe tanët dhe janë, quajnë Dukatas autoktonat. Dukatas autokton, shumë e bukur. Po. Ndërsa flasim për pajat e nuseve në të cilat ti u bëre mjeshtër. Si shkoj mëtej, si evoluoi procesi që ti qëndrove shumë të kostumet popullore? Unë vazhdova të punoj në këtë mënyrë duke punuar në shtëpi dhe kërkova që të futesha në rroba qepsinë e fshatit, që të isha i punësuar në të. Për një pjesë kohë më ndalua duke thënë që nuk ka ardhur koha për saltanete. Por erdhi një kryetar kooperative që nuk ishte dhe nga zona jonë, ishte nga qyteti, ishte në mendje hapur. Ti me lek do ta blesh ditën e punës. Ne dorëzonim 180 lek dhe blinim një ditë pune që e mirrim 90 lek. Dhe kjo në intereson, ti shko atje, mbaroj, dhe kur u futa atje, fillova të nxirja veshtun. Po unë dua dhe një kurs ashtu të specializohem. Dhe këtu vajta dhe në këtë ma ofruan kursin, shkova në Tiranë një vit shkollë, të gjitha të paguara konsumin, po jo të paguar rrogën. Këtë ma thanë që në fillimi që rrogës të paguaj. Në atë kohë isha dhe me 2 fëmijë, isha me një vështirësi të madhe dhe ekonomike, mbështetjen e madhe e mora nga familja që më lejuan, sepse ishën të vështira këto gjëra. Dhe në Tiranë, si thua, mora edhe një spunto tjetër edhe për qëndisjen, sepse u vajta për qepjen. Se qëndisjen e kisha të realizuar në një farë mënyrë dhe nuk dihet kishte edhe një kurs për qëndisjen në Tiranë ku isha s'kishte. Dhe po atje punova për vajzat dhe për të rikuperuar të ardhurat e mia, punoja për shoqet e mia që donin një mbules, një diçka, se makinat i kishim dhe punoja dhe atje në një farë mënyrë në zezë. Po, çfarë e bën të veçantë qëndisjen e kostumeve popullore? Shikoj, qëndisjen e kostumeve popullore duhet të futesh butësisht në atë që ka qenë dikur për ta bërë më të pëlqyer, sepse njerëzit janë familiarizuar me atë që kanë parë. Unë për fatin e mirë punova, se shkova në Kurbet, ku u hapën rrugët, shkova në Greqi, ku edhe atje gjeta vendin t'i fusja këmbët paka shumë në zanatin tim, se u bëja aty, nuk kam qenë në një ishull quhet Itaka, dhe bëja... Itakën e Odiseu. Po, tamam. Edhe të Penelopës. Dhe unë kam shkuar atje dhe ishte një ishull i vogël, me 10-15.000 banor, dhe punoja kostumet si i thonë para vitit të ri, për Krishtlindjet. Dhe atje kam qëndisur. Por qëndisja... Atje ke qëndisur çfarë? Dhe atje kam qëndisur kostumet e këtyre. Shtetasve grek? Shtetasve grek, por jo në masë, po 2-3 kostume. Më duheshin t'i bëja, sepse më ndryshuan klasin. Dhe thënë që ky është murator, se ne murator ju sulëm murit me kokë. Dhe mi po duke qenë dhe këtë, po ky është artist, ky bën dhe këtë, se ka bërë filani dhe vendi i vogël më popularizoi në një farë mënyrë dhe më ndryshoi klasin e të pranuarit. Ndërkohë që shkove në një koncept tjetër, në koncept të element kombëtar ndryshe nga Shqipëria. Apo jo? Shiko, kemi dallime në kostumet kombëtare. Padyshim që kemi dallime, por aty më tregoj, sepse shi e bën, ja bën të nëna ime Ramet të ketë, me të shtirë kemi, thosh. Po, ku ishte e vështirë? Te cila pjesë kishte të vështirë te kostumi grek? Shiko, nuk kishte asnjë vështirësi as te kostumi grek në teknikën në momentin sepse ti thjesht shikoje. Që në momentin që ai të binte modelin, dhe unë e bëja në lap sepse e bëja në letër dhe pastaj e shtia me karbon mbi objektin. Aty mbaronte pjesa e parë ose hendeku ti themi, sepse po mbaroj ajo hendeku, themi aty kanalit të parë ku ndeshesh me vështirësinë.
kalonte e ndeku derisa ajo pranonte luljen e dizenjuar dhe Është i bukur kostumi i popullit grek, por ne i kemi kostumet shumë të bukura. Në Shqipëri. Shiko, unë ato që kisha mbjell në vendin tim, si tu ashtë korja dhe tek kostumet greke, por të mos harrojmë që këto ishen 2-3 kostume fëmijësh që kanë bërë, pra nuk ishte unë shkëlqeva dhe ngeles, do ngeles atje, po të ishte kjo puna. Por, thash, edhe atje e kam treguar dhe në çdo vend ku kam që në kurbet, dëshira ime ishte që të mblidhja teknikën e qëndisjes dhe të qepjes. Pra nuk hoqja asë një moment dorë nga zanati im fillestar. A ke një kostum të dashur, shumë të dashur, që ti e ke krijuar dhe nëse të kërkojnë i kthesh prap? Unë kostumet të dashur në pikpamjen e parë kemi kostumin ku jemi ngopur më shumë me të, ku në është ngopur syri dhe e kemi pranuar. Kostumet e labris janë të gjithë të dashur, por ndryshojnë se labri është një gjë, por kemi dhe fshatra zonale. Në kohën e sistemit të monist, si tu është umblodhën kostumografia me një grup ekspertësh, njerëzish, dhe thanë që kjo është kështu, dhe ato që ndruan, dhe ne u themi për shumë, kjo është i Dukatit, kjo është i Vranishtit, kjo është i Bregut të Detit, po ato në një kusi lëvonin të gjitha. Por çfarë bën të ndryshme? Me ndryshime të vogla? Që i bën ata që merreshin artistike e Tiranës, kur ishte një grupim i madh me persona të shkolluar, me persona mjaft të ditur, të orientuar në një farë mënyre kam simpati për punën e tyre, jo në farë mënyre, kam në të gjithë gamën simpati për punën e tyre, duke filluar që nga organizimi i punës së tyre, dhe deri në ruajtjen e shumë kulturave që u transmetuan pasandaj si kostume. Se nëse ne do nisemi si është kostumi Dukatit, cili ishte, ç'është një kostum popullor, në kuptimin bazë të fjalës. Nuk ishte një rregull që Dukati do të mbajë qitjanet kështu, bufkat kështu ose xhupin kështu. Mi po, çdo një grua bënte pajin e vet kur do shkonte tek burri. Dhe si shkonte që mbaronte puna e cipullit apo e vellos sot, do vishej me një kostum që e kishte bërë vetë, që e kishte bërë në atë kohë, ishte e tillë. Atëherë këto kishin një ngjashmëri, se tu është të kufizuar, sepse brenda fshatit kishin parë. Dhe Dukati, ca më keq, për këtë fakti themi që nuk ishte parë shumë, sepse Dukati dhe lidhjet i bën brenda fshatit. Dhe i kishin brenda fshatit gjithë modelerin që do bënin. Dhe atëherë, këto si kishin gjitha njësoj kostumet. Por, pikasin disa pika që ngeleshin të orientuara. Për shembull, xhupi i zi i qëndisur me fije ari, i qëndisur me fije ari, që kishte edhe fije ari në atë kohë, por edhe me fije leshi të qëndisura. Pra po thua kostumi Dukatit? Fola për kostumin e Dukatit, se tu është si bazë për të bërë analogjinë e të gjithë kostumeve. Për mua ngelet kostumi Dukatit sepse jam rritur me të. Po pak të ndryshojnë. Më i dashur. Po pak të ndryshojnë me labrin, dhe thënë në teknikën e qepjes. Sepse kemi kostumi ka qëndisjen, po ka teknikën e qepjes. Musa, atëre nuset e zonës suaj gjithmonë flas, visheshin me fustan të bardhë dhe pastaj visheshin me kostumin krahinor, kombëtar, apo shiko, sot i themi krahinor nëse do ta mbajnë ose kombëtar nëse do ta mbajnë. Atëherë ishte një kostum që e bënin vetë, sepse punonin një kostum që të dukej çka ka bërë kjo. Pra çdo vajzë nuse. Po qylimin do ta bënte vetë. Do ta kishte. Po një palë perdë, po një palë peceta të qëndisura vetë do t'i bënte. Sepse po një xhup që e kishte qëndisur vetë do ta bënte. Po një qitjane, ne kemi pas qitjanen që i qëndisnin këmbën e qitjanes, që unë sot i praktikoj, i bënin gjitha këto. Po fustanellën ato se bënin dot? Po fustanellën nuk e bënin dot, po bënin xhupin. Sepse nuk do të fustanellën, se i hapin shumë punë dhe ndashti ato vinë sanuse, do merresh në fustanellën ndashti. Musa, sa kohë kërkon realizimi i një kostumi kombëtar? Që të realizosh një kostum kombëtar në kushtet të vetmisë, dhe në pikpamje të vetmisë, jo se je i vetmuar, nuk je i vetmuar, por në kushtet të vetmisë, se tu është që punon në shtëpi, që punon në shtëpi dhe punon vetë. Po punon vetë. Është element i vështirë. Është shumë i vështiri sepse ka shumë gjëra që duhet të alternohen. Një nga gjërat
që po prish kostumet sot, sepse po prish kostumet kombëtare ose të tabanit, të vjetrit, sepse nga që nuk kam të bëj atë, po bëj këtë. Për shembull, unë brezat dikur i kam punuar vetë, brezat e leshit, sepse kanë tipologjinë e tyre i për zonën tonë. Nuk i mbaja do të gjitha këto dhe për një sër arsyesh, dhe tani i punoj në Shkodër tek një zonjë që i the me dua kështu, ja çoj me kolor të bërë një pjesë, kaq milimetra kjo, po kaq centimetra, kaq rrym. Sa kur ti ke punuar dhe ke kompletuar një kostum kombëtar. Po do të vite koha. Sa kohë të dash? Po, do të vite koha. Por unë mbuloj kohën që qep dhe qëndis, doja të spjegoja, ndoshta edhe u zgjata si thua në deg. Por për mua që të qep dhe të qëndis një kostum që diku lullet ja kam skicuar që është një pjesë e punës, do të paktën 4 ditë pune për të qëndisur dhe për qepur jelekët dhe pantalonin dhe tirqet të kujdojët zone. Këmisha kërkon një pjesë tjetër pune, që afërsisht ajo shkon të 6-7 ditë pune. Të gjitha bashkë pra rreth një javë. Duke hequr më ngore që dikush tjetër i punon, normalisht i punon nën kujdesin e modelit tim edhe brezat. Nësa këpucët punon, sepse unë e kompletoj sot kostumin komplet. Këpucën punoj me zotrin që punoj tu në Vlorë, që u qoj, sepse do numrin e këmbës, ndërsa kostumit lejon plus minuset. Këpucët se lejon. Shumë bukur. Po, ndërkohë ti e skicon, e dizenjon këpucën dhe e bën zotria? Jo, këpucën unë nuk e dizenjoj. Zotria ka disa modele shablon të jugut dhe i prezenton ai. I prezenton, okej. Kanë interes sot të rinjt për ta mësuar këtë mjeshtri, se është mjeshtri? Shiko, kanë interes. Të është ofruar dikush të thotë më mëso Musa? Absolutisht, Djali i ri apo një vajzë e re? Absolutisht që ka interesa që thonë duhet të mësojmë, po kur shikojnë sepse të ardhurat, se nuk është treg shumë i fuqishëm për të tërhequr punën. Atëherë duhet të bëhet një punë, duhet si punë shoqëruse. Unë aktualisht vetë tani e kam si punë parësore, po më para gjithmonë e kam pas si punë shoqëruse, sepse unë kam punuar me fasonerit. Unë pasi jam aftësuar për rroba qepsin, kam punuar si teknik prodimin. Dhe këtë e bëje pastaj? Dhe këtë e bëja në shtëpi. Hobi, pasion? Po, këtë e bëja në shtëpi dhe i mbështetur pastaj nga familjarët e mi. Qoftë gruaja, qoftë vajzat e mia. Po. Po ndërkohë, duke mos pasur të themi një interes të theksuar të rinjve, atëre çfarë do të ndodh? Do të bjerret kjo të themi dhuntia e të bërit të kostumeve, do të mbetemi ne pa përtëritjen e këtij profesioni kaq të bukur? Jo, se shikoj të zymt fare, nuk e shikoj fare të zymt. Po si? E shikoj optimiste, sepse zbulon tregu. Unë sot njihem me rroba qepës dhe qendistar të ndryshëm që më kërkojnë për të bërë unë një pjesë, sepse jam në mënyrën e qendisjes, të mos e themi si që ka qenë tabani popullor, sepse e shkojmë shumë largë, po si që ka bërë artistike e Tiranës, jam me të njëjtën teknikë qëndisje, me qëndisjen manuale, ndërsa përsa i përket qëndisjes automatike, unë qëndis përsëri me gjetgjef dhe plotësoj imazhin që dua, pra jo imazhet e gatshme. Sot në qytetin ton, ka? Punoj shumë me kostumografinë edhe në qytetin ton, me cilët unë bashkunoj. Janë individ apo janë të bashkuar? Janë individ, si tuash në një lloj sipërmarrje. Për shembull, kam marrë 2-3 punëtorë në kush, apo ka një punëtore dhe tjera që kanë një rroba qepsi me cilën merren, por edhe në gamën e qepjes të kostume të përditshme. Do thënë, jo vetëm ndërsa unë kam të paktën që nga viti 2017 që unë jam distancuar për arsyet e mia familjare, nga punët me italianët, me fasonerit, jam kthyer vetëm kostumografisë, kostume popullore. Bëj vetëm ata, nuk bëj një gjë tjetër, dhe vishen për vete, qep për vete, këmishën vete qep vetë, këmishën pantalonin qep vetë, mjata, apo që më duhen, po nuk qep për të tjerë, nuk riparoj për të tjerë, sepse nuk mundem. Musa, jeni baba i lumtur i 3 vajzave. Tani vajza janë, nuk janë djem. E ke trashëguar këtë profesion kaq të bukur qëndistarin?
vajzat, si që marrin formatin të gjithë fëmijët në vendin ku lindin e derisa, si thua, derisa bën adoleshent, marrin një lloj formati. Qoftë shprehite të folurit, qoftë shprehite të larit apo të lyrit, të hekurosës apo të qepjes, apo të punëve të prindrit, edhe këto i morën këto shprehi. Mi po, se që dreqin u zgjoj atyre panë vështirësit, edhe zgjodhen shkollat ato edhe me lanë mua të bëjet të babase mire bën. Për të dashur i duan, si thua, Sot nuk kanë asnjë lidhje. Të kanë ndihmuar ty kur ishin bashkë, tani që janë jetën e tyre. Vajzat të trija, vajzat kërkojnë një kostum ta kenë, e kanë, për ilustrim kjo për shumë që është në ekran, është vajza ime që e ka veshur atë në këtë moment, vajza ime e madhe. Po sa i bukur që është një fustanel të themi e bukur? Po një lloj fustanelet i themi për gratë, se thua se për këtë Amerikë kështu. Dhe është vajza ime që e ka veshur këtë dhe i duan t'i kenë, me ushtrojnë. Unë nuk e di se çdo bëjmë mbasi ikjes time, sepse më thonë që teknikën na e ruaj. Na e ruaj. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Përveç qëndistarit, ndërkohë, Musafir Unaj është dhe pjesë e grupit folklorik, polifonik të Dukatit? Po, të Dukatit. Qëndrojmë pak tu, na thuaj. Për sa vitesh dhe çfarë ti bën? Shiko, kam një lidhje, si thuash, edhe me grupin e Dukatit, t'i themi spontan. Unë nuk spikas për asnjë aftësi këngëtari, fare. Por kur jam liruar nga ushtria, unë kam shkuar për të bërë kostumet popullore të Dukatit, kostumet e grupit, kam shkuar të artistika, ku e pata dhe si një lloj pikës të shëndritshme për të parë se ç'bëj. Në një 2-3 ditë atje që çfarë do bëjnë, çfarë do bëni. Dhe erdhën dhe këtu kostumet që ka pasur grupi i Dukatit, i kanë bërë ata, po kam qenë unë personi që kam shkuar i angazhuar nga Shtëpia e Kulturës. Dhe nga Këshilli Popullor i asaj kohe. Dhe isha djalë, po për kaba të gjithë bëjmë. Duke u tërhequr edhe mbas teknikës, ishte magnetofoni i Shtëpisë Kulturës ata me ata shiritat e gjerë. Regjistronim to dhe bëja dhe kaba me ata dhe kam ngelur, si thua, shok me këta, sepse ky grup që sot në Dukat ndodhet, me cilin unë debutoj, ka lindur atëhere, ka lindur në vitet 1984-85, ishte një lloj aktivizimi më shumë me kulturën atëhere, sepse i tillë ishte, si thua, formacioni. Po kishte i tillë. Dhe me ata jam shok, por unë u shkëputa nga grupi, kam qenë dikur dhe i regjistruar me këngën që këndonte kjo Maja, me Ligjë Rosho Kuenver që u bë një dubl atëhere në Tiranë. Jam i regjistruar me kostumin tim, me grupin. Po ajo nuk është Jona, apo jo është e Gjirokastër? Ligjë Rosho Kuenver është Jona, bile se Jona fare, se unë kam time fare, sepse ajo që këndonte ishte vajzë Zexhaj tim, është vajzë Zexhaj tim, Pika Gjoleka. Ajo që këndonte, po më mbrapa e këndoi Maja. Dhe kam qenë në atë kohë, se thuash me grupin, u distancova, sepse nuk isha gjëja me mirë për grupin. Mi po nga njëherë aguridhja bëhet mjaltë. Tani unë u poqa në më shumë, nga vitet 2000 fillova me një studio, fotografike, filmike, montazhe, këto gjërat, dhe i qëndrova përsëri grupit pranë për ta ndihmuar. Dhe tani jam përsëri me grupin, nuk jam se bëj, po jam si mbështetës, nuk di ta këndoj, po di të bëj kritikun më mirë. Ison e mbaj. E ka nevojë grupi dhe për iso. Iso orienton tërën. Musa, po më thua që Maja ka dal nga grupi i Dukatit? E ka kënduar në vitin 1986 këtë këngë. E ka kënduar në atëhere, nga grupi Dukatit ka dal. Biles ka dal, sepse ishte kur vinte i madhi Argjita Lipi atëhere, që thoshte është lartë, qëndronte shumë lartë, dhe ishte në ato tonacione që ka Maja dhe i ka dhe sot. Patjetër. Do me thënë, në qoftë se themi binomi muzika dhe qëndisja, patjetër që qëndisja është prioritare. Po, qëndisja është prioritare. Muzika është një pasion që ty të mban kështu. Muzika është si një element. Entuziazmin e situatave. Është një element i domosdoshëm kjo pjesë ku unë ndodhem, sepse kostumi është 50% t'i themi me
pa edhe pa e tepruar, puna e kostumit, se 50% i ka ai që i vesh. Sepse po su vesh, po su stilua mirë, ajo nuk ta jep hijeshin. Musa, kur e shihni dikë që të ka bërë porosin dhe e ka marrë kostumin dhe e pëlqen kostumin që ju keni qepur me duart tuaja, që e keni qëndisur njëkohësisht, si ndihet mjeshtri? Shiko, duke krahasuar në vija të trasha kostumin si një punë që e ke bërë vetë, pra dhe si një fëmijë që e ke bërë vetë, e shikon kur fëmija jot rri me i shoqëruar me njerëz të mirë, të kulturuar, që fëmijës i rritet potenca. Unë kur shikoj një kostum të mirë që e vesh një këngëtar, një gjë që ja dyfishon potencialin, fuqinë në kostumit tim. Unë në sytë e klientit tim lexoj si thua sa i kënaqet. Ai e transmeton me njëherë, ne jemi të gjithë në bashkëpunim me emocionin e tjetrit. Edhe ndihem vërtet ndihem i shplodhur. Është një lloj emocioni derisa ai ta marr. Patjetër. Gjithë rrugëtimi juaj ka nisur nga pasioni që ju kishit. Pra, që i ri, ju të themi adhuruat këtë profesion. Çfarë mesazhi i përcjellim të rinjve sot që e kanë një pasion dhe duhet ta ndjekin? Rinja ka vazhdimisht ëndra dhe pasionet e veta. Nëse një pasioni do t'i bësh shërbimin e palodhur, do shkosh deri në fund. Unë këtë paktën e mendoj kështu, nëse hapat, sepse për të shkuar në një pikë duhet të hedhësh disa hapa. Por nëse hapat do të hidhen të pakët, por me peshë, me sigurinë e peshës së tij, shkon deri në fund dhe i merr frutin të paktën shpirtëror. Për sa i përket punëve të ardhurave, është vërtet sekondare. Nuk e them kur që është primare e ardhura për një kostum. Por gjithë të rinjt që i ushqejnë pasionet e tyre, janë të sigurt me punë, shkojnë deri në fund. Po, faleminderit, Musa. Dhe shkojmë tek pyetjet e fundit tani, që janë jashtë kontekstit të profesionit. Fjalët e bukura janë si pikëzat e mjaltit që pikojnë. Ato i japin shije shpirtit të njeriut. Ku është Musai në këtë raport? Tani vetë nga krahasimi si pikat e mjaltit, tregon se pika e mjaltit ka peshën, se mjalti si dëndësi është më i madh nga lëngjët e ujit, e qumësht e këto, ka peshën e saj, ka dhe kohën nga pika tek pika. Që edhe koha nga pika tek pika është një element i rëndësishëm. Të dyja këto element dhe duke dalë edhe nga shpirti fjala si mjalti, pra të japësh shijen e shpirtit që ke, për mendimin tim, të lë kohën për të bërë pikën tjetër, dhe ne, unë të paktën e di herët, që ne komunikojmë me botën nëpërmjet fjalës. Kur japim fjalë të ëmbla që e kemi në dorë dhe fjalë si mjalti, e zbukurojnë shpirtin tonë. Edhe kur i marrim këto, unë me fjalën e kam pasur si një pjesë të armës time, por ndonjëherë edhe jo dhe shumë e ëmbla ajo fjala, se fjalët e ndreqe, kupton. Por nuk preferon fjalën e hidhur më shumë? Jo, fjalën melhemi është dhe i hidhur. Melhemi. Po jo fjalën helm. Po. Jo, fjalën shumë e bukur. Peshoj nga fjala e ëmbël. Musa, cila ka qenë dhembja më e madhe që ti ke përjetuar në këtë rrugëtim të jetës? Jeta është e vështirë në pikpamjen, po ta mendosh kur e kalon. Kur je në të i përfshirë në vorbull, ndoshta edhe se kupton të gjithën. Unë kam humbur një vëlla në vitet 93. U përmbys e gjitha. Unë isha me familje, unë isha me fëmijë, me 3 fëmijë në atë kohë. Mu përmbys e gjitha. Është nga dhimbjet më të mëdha që kam përjetuar. Më preke. Ai vëlla më preke vazhdimisht, sepse ishte fuqia. Ishte fuqia jo vetëm për mua, për të gjithë familjen e babait tim.
ti themi. Kjo është dhimbja më e madhe. Unë kam përjetuar dhimbje edhe të tjera. Që prap ta humbasin burrërinë, po unë jam brenda fushës, se unë jam duke qëndisur, jam si grua. Dhe se vajti një lotë su bëgjameti. Unë kam humbur dhe bashkëshorten. Ndërkohë që keni humbur dhe bashkëshorten. Unë kam humbur bashkëshorten dhe dhimbja ka qenë shumë e madhe, por kishte edhe shkatërimin e madh. Ngela i vetëm, fëmijët i kam çuar në vendet e veta, ngela i vetëm se thuash në një betej ku gjërat zvoglohen, sepse edhe mosha vjen ngadalë, jam 65 vjeç sot. Dhe të bën që ta ndihesh vetëm mirë, përveç të dhimbjes, sepse gruaja ime jeton mamaja akoma dhe pjesën e dhimbjes totale mban ajo. Por ti nuk e humbet forcën e jetës. Mundohem që të hedh ca hapa përpara duke e lënë dhimbjen pak mbrapa. Kur mërzitesh me kë flet? Ku ti drejtohesh? Po, shiko, unë te shtëpia ime, unë banoj në fshat, kam pasur 3 arët më dha. 2 nga këto arët janë tharë. Dhe i kemi prerë. Arra që nuk është tharë është edhe me fuqishme, është edhe me madhja, si trup, dhe ajo unë e kam pa atë dhe kur e përkulera, të themi figurativisht, dej me degët për tokë. Edhe ajo ka qëndruar dhe. Ajo qëndron. Edhe them, kur kjo ja doli, se janë ca që janë tharë. Do ja dalë dhe unë. Do ja dalë, njëra. Dhe ana tjetër që unë i drejtohem, si tuash, vetes time, sepse nuk më ndërpret, më dëgjon deri në fund, më jep të drejtë, edhe kur s'kam. Edhe këto janë disa, të themi, këto 2 gjëra janë ku unë drejtohem për fuqinë. Ne kemi plot kampione që i kanë rezistuar gjërat, por këto janë që unë ku mbështetem. Bukur. Dhe e fundit, cila është porosia amanet që ju lë fëmijëve? 3 vajzave. Po tash ti për këtë punë e amanetit si shpejt më bëre këtë pyetje. Jo, në kuptimin e tash dhe porosia në fillim. Porosia si një amanet, pra çfarë ju thua vajzave në vijimsi? Vajzave të mia nga fillimi dhe deri tek fundi, si thuash, që ti themi nëse në fund, jo në fund të jetës, po në fund të kohës për cilin flasim, do të peshojnë hapat. Është një lloj matematike shpirtërore ku thuhet që për të përshkuar distancat nuk përshkohen me sasinë e hapave, po me peshën e sigurisë që hapi ka. Bukur. Kjo është ideja. Ti matin mirë hapat. Ti peshojnë. Ti peshojnë. Mesazh i bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shumë kënaqësi. Ishte kënaqësi të bisedoj me ju. Që ishe në studion e Atlas Njerëzor. Të nderuar shikues, ishte Musafer Runaj, mjeshtri, qëndistari, ai punëtori që qëndis dhe detajon çdo centimetër të kostumit kombëtar popullor, sepse ai nuk e tha, është shumë modest, por nuk ka bërë vetëm kostumet e jugut të krajinës së tij të Dukatit, apo të jugut të Shqipërisë, por edhe të veriut, edhe të Kosovës. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.